Policia e Gjirokastrës tha sot se ka bllokuar sasi të mëdha të marijuanës në një zonë malore të këtij rrethi, duke arrestuar njërin prej 3 trafikantëve. Policia tha se lënda narkotike po transportohet drejt përmetit me destinacion kufirin grek. Korrespondenti ynë Raimond Kola sjell hollësit. Policia e Gjirokastrës tha sot se bllokoi në një zonë të thellë malore të këtij rrethi rreth gjysmë ton lëndë narkotike marijuanë. Operacioni përfshiu pjesëtarë të reparteve të antidrogës pas informacioneve që policia kishte siguruar në rrugë operative, thanë burimet. Zëdhënësi i drejtorisë së policisë Gentian Mullaj tha se lënda narkotike transportohej me mushka në zonën e Oshtevës së Zagorisë, poshtë malit Dhëmbel, ndërkohë që ishte marrë në fshatin Lëzarat. Policia tha se sekuestroi 15 çanta të mëdha me rreth gjysmë ton marijuanë. Policia tha se arrestoi një shtetas duke transportuar me kafshë dore çantat me lëndë narkotike në drejtim të krahut tjetër të përmetit. Sipas policisë, personi ndaluar ishte banues në Gjirokastrë dhe më parë ka pasur precedent penal, pasi është dënuar në Greqi në fqinje. Burimet zyrtare të policisë kanë pohuar se 2 shtetas të tjerë që ishin së bashku me shtetasin e arrestuar, si pasojë e motit të keq dhe mjegullës mundun të largohen, por janë identifikuar sipas policisë dhe janë shpallur në kërkim. Policia ka bërë dhe sekuestrimin e 2 automjeteve të fshehura dhe të braktisura në një zonë fare afër fshatit malor. Sipas të dhënave paraprake, këto automjete kishin transportuar lëndë narkotike nga Lazarati në drejtim të fshatit Oshtev. 2 drejtuesit e automjeteve i kishin fshehur mjetet dhe ishin larguar, por janë shpallur në kërkim nga policia. Nga hetimet paraprake, policia ka pohuar se trafikantët e dyshuar kanë qëndruar në 3 banesa të braktisura në fshatin Oshtev si dhe në kishën e këtij fshati. Për masat e transportimit të lëndëve narkotike janë në rritje, ndërsa shqetësime dhe për këtë vit mbetet kultivimi i hashashit. Shirat dhe koha e keqe kanë shtyrë sipas ekspertëve të antidrogës sezonën e mbjelljes së lëndës narkotike. Javët e para të qershorit pritet të provojnë nëse përmasat e kultivimit do të rikthehet dhe do të përbëjnë një sfidë për policinë dhe qeverisjen vendore. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.